Protestoni sot për çfarë? Jeni banore e zonës? Atëherë, unë jam e rritur në Mifol, edhe e lindur. Unë gjithë jetën plazhin këtu e mbaj mend ta kem bërë, gjithë jetën tima. Flasim për një zonë, nëna ime është nga Zvërneci. Jam rritur në gjithë zonën, duke filluar nga Dalani, plazhi e deri në plazhin e Hidrovorit. Kjo pjesë përfshin minimalisht 3 gjire të mrekullueshme për cilat të gjithë huajt për ato vinë. Për mrekullin që kanë, do t'i shihni, nuk e dja keni qenë ndonjëherë apo personat që do ta ndjekin këtë video kanë qenë ndonjëherë, po mrekullia atyre brigjeve është pikërisht ajo që ata kërkojnë dhe duan të na e vjedhin. Nuk kam për t'u lënë. Unë personalisht nuk kam për t'u lënë, të paktën nuk kam për t'u lënë kollaj edhe pa fjalë. Protestoj sepse po na marrin, po na shkulin, po na vjedhin, po na djerrin dhe ato pak gjëra që na kanë mbetur, që është natyra. Jeni në mbështetje apo keni pronë tuaj? Unë pronë time nuk kam. Unë studente jam, nuk përfitoj asnjë gjë nga kjo gjëja, përveç dinjitetit. Po, dinjitetin nuk i lë dot ma marrin. Dhe ndjej që po përpiqen na e marrin dita ditës. Nuk është çështja a ka kush ka pronë apo kush nuk ka pronë. Të gjithë këtu humbasin nga kjo gjëja. Të lutem, kush mund të më thotë çfarë fiton një banor i Vërmiut nga Green Costi me shok? Çfarë fiton një banor i Palasës nga ai dreq resorti që është duke u betonizuar për momentin? Asnjë gjë. Çfarë fitojnë banorët e Durrësit nga betonizimi i Durrësit? Asnjë gjë. Nuk bëhet fjalë vetëm për këtë vendi se jam unë nga këtu, e gjithë Shqipëria po betonizohet dhe ky është problemi.